Fryma me cilën ata njerëz që frekuentojnë atë seli, bëhet fjalë për 30-40 veta, jo më tepër se kaq. Duhet ta bëjmë dallimin. Unë e bëj gjithmonë dallimin midis, nuk është ajo Partia Demokratike. Partia Demokratike si ekzistencë janë demokratët, ata të cilët janë militantë. Janë ata të cilët kanë votuar sistematikisht për Partinë Demokratike, janë rrethi i tretë antiqeveritarët, ka njerëz të cilët sigurisht janë antiqeveritarë. Ne na delën shifrat e sondazheve të Albarit gati 40%. Bukuri. Tu bëhet fjalë vetëm për atë, po i quaj kupola e PD-s. Nga i pari, tek i fundit, të kjo 30-40 njerëz, kanë treguar me akte që janë thjesht dhe vetëm për mbijetesë individuale. Kanë qenë të gatshëm dhe kanë dhënë fakte për të bërë pirueta amorale, thjesht dhe vetëm për të kapur diçka nga ajo e vogla që mbetet. Ca nga këta kapën postin e deputetit. Kaq. Edhe këtë moment, ajo që po ndodh, është pikërisht e njëjta frym, e njëjta logjik. Nuk e di se në terma konkret, se çfarë gëlon aty, por shoh që janë harmoni, ka xhelozira, siç kanë qenë gjithmonë, ka luftë me njëri tjetrin, dhe ndoshta, kam përshtypjen që është gjendja që është aty është, e përshtypjen si thonë italianët, si salvi chi può, pra të shpëtoj kush të mundet. Pra në subkonsciencën e tyre kam përshtypjen, është krijuar ideja që ky kapitull u mbyll tashmë. Dhe përpiqen që secili të ketë nga një trajektore individuale të bërit politik. Po e shumë befason Del njëri bën ca denoncime, bën tjetri bën ca denoncime të tjera, të parakorduar, nuk janë grup, nuk janë ekip. Sepse normalisht doktori është nga person, le ta themi, njëri shumë politik, shumë i vëmendshëm e tjerë. Pra dita e njeh pushtetin, dita përdori atë gjë që ne mos jemi dakord për mënyrën se e përdor, po nuk mund të heqësh verën në thojzave absolute. Ti po më fton tani që të bëj krahasimin e personazhit. Ja pra, ta them, e kuptoj. Personazhit të sotëm me atë ditikushmin. Po deri 2021 po plas. I dikurshmi, po them deri në 2013. Pak unë atë imazh kam. Dhe personazhi politik i deri 2013-s, kishte treguar shenja në fakt, po deri atëherë ishte njëri që bën lëvizje politike.